me domethënien e hieroglifikëve që do përdorën sot. Jemi njohur tashmë. Shohim se si ndërtohet një fjalë me më shumë se 2 prej tyre, bazuar gjithnjë në rregullin gjysor hieroglifik. Kemi hieroglifiku D, da, në lidhje me hieroglifikët A, R, drita dhe K, ka, dark, da arka, ka da shkputur, drita, pasoja, errësirë, ter. Fjalori i Cambridge University thot pak ose fare dritë dhe anglisht bëhet dark, pak ose fare dritë dhe shqip bëhet dark. Sa po dëshmua se rregulli hieroglifik i gjuhës shqipe vlen mes thjesht edhe për gjuhën angleze. Shembull konkret i nuancave që marrin hieroglifikët është pikërisht kjo fjalë, duke qenë se vaktin e mramjes e quajnë dark. Për më shumë hollësi, libri Gjuha hieroglifike dhe ndiq profilin. Kujto, faktet nuk janë opinion.